Një viktim dhe 4 të plagosur është bilanci i 2 aksidenteve të ndodhura gjatë orëve të fundit në kryeqytet. Sipas informacioneve mësohet se një aksident i rëndi ndodhur një natë më parë në kryeqytet ku një autobus Green Line i linjës Astir Qendër përplasi një vajzë me biçikletë ka lënë pas 4 të lënduar. Nga pamjet e siguruara duket edhe momenti kur autobusi përplas vajzën që i preu rrugën me biçikletë. Aksidenti ka ndodhur në vendin e njohur si Pallati me Shigjeta. Në video shihet teksa autobusi merr para 18 vjeçaren. Autobusi më pas është përplasur edhe me 2 automjete të parkuara, e përpasoj është dëmtuar 18 vjeçaria dhe 3 pasagerët e autobusit, të cilët ndodhen në spital për ndihmë mjekësore. Vajza është dërguar në spital ndërsa ende nuk dihet në çfarë gjendje shëndetësore ndodhet ajo. Ndërkohë shoferi i autobusit është vënë në pranga për shkelje të rregulla të qarkullimit rrugor. Gjithashtu, një tjetër aksident ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit sërish në kryeqytet, duke i marrë jetën një këmbësorje 49 vjeçare, ku sipas informacioneve mësohet se ngjarja ka ndodhur në zonën e njohur si sheshi Shqiponja, ku një automjet tip BMW ka përplasur këmbësoren. Përplasja ka qenë fatale, duke i marrë jetën në vend 49 vjeçares. Ndërkohë, autoritetet po vjojnë punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të këtyre dy ngjarjeve.